Për sa i përket me që ke shkruar tash edhe prozë edhe poezi, ku gjen veten më shumë? Në prozë. Në prozë. Po, në prozë aty e shoh vete. Pse jo poezi? Nuk e di, ndoshta se poezi kam hasur shumë, dhe më thënë mendoj se tani çdo i dyti autor është në poezi, dhe mendoj disi, jo që është bërvajat, absolut, po nuk e di dyti në prozë e shoh më të zgjeruar, pak më tepër të shprehjem, se unë kështu dhe flas shumë për nga natyra dhe kam shumë mendime, kështu që mendoj se poezia s'mi mban të gjitha. Po, në mendimin tim personal, le të kthehemi prapë te e kaluara, unë mendoj që fakti që kemi pak mangësi në anën e poezisë ose nuk e dua mjaftueshëm, është ndoshta tek mënyra se si na kanë mësuar poezinë, do thotë kemi qenë të detyruar ta mësojmë përmendësh dhe jo ta kuptojmë poezinë. Por atë ndoshta edhe nuk e duam shumë si pjesë artistike. Jemi më shumë nga proza, mënyra e të shprehurit lirshëm. Po, normalisht. Aty e shoh vetën, domethënë sërse se pëlqej edhe poezinë, po domethënë më tepër jam ka proza. Aty dy si pushoj më duke. Ma mërmendja. Cili është një ndër mesazhet ose diçka, ndonjë kujtim të bukur që e ke nga lexuesit e tu? Çka kishe veçu diçka? Nga lexuesit e mi, ta them të drejtën jam befasuar, sepse domethënë unë kam menduar se normalisht rinia lexojnë, po tani duhet të pikatër se themi ne se çka mund të lexojnë dhe çka preferojnë rinia. Edhe unë kam marrë mesazhe të ndryshme dhe shumë të mira. Normalisht unë aty në fund të librave të mia kam vendosur edhe emailin tim, që në rast të ndonjë kritike, këshille, sepse ne jemi të rinë në këtë skenë dhe domethënë mund të përmirësohemi ose të këshillohemi edhe më tepër, po. Edhe kam marrë mesazhe shumë të mira, gjë që jam befasuar sinqerisht. Mesazhi më i mirë që ka qenë, që kam marrë nga një profesorish, ka qenë në uroj fëmia im të më bëhet si ti. Domethënë kjo ka qenë kënaqësi për mi, po, sepse ata e njoh që nga shkolla fillore, mesme në fakultet e deri tani e kam mike, dhe kjo ka qenë një kënaqësi për mua, për shembull, pse mos të jesh një shembull i mirë për fëmijët, për rinin, edhe të vazhdosh më tepër. Po, sidomos në kohrat e sotme mendoj që kemi nevojë për shembuj të tillë, kemi nevojë për njerëz të cilat i falin njerëzve art, i falin shoqërisë mesazhe të mira, një shembull të mirë, sepse le të flasim nuk po shkojmë edhe aq mjaftueshëm shembuj të mirë në botën e rrjeteve sociale.